Mundësi kundër sulmi. Top në zonë. Shënuar ekipi Lillë. Sopoti 3. Dhe Tërboni pukët. Kundër sulmi. Top në zonën e Tërbonit. Dhe ekipi Sopotit ka barazuar. Është minuta e 10. Dhe ekipi Sopotit ka barazuar rezultatin. Topi let aty në zonën e Tërbonit. Kanë larguar për një moment. Ekipi Sopotit ka shënuar golin e dytë, ishte një rëmuj. Para porte. Mojses ka goditur dhe ekipi Tërbonit ka shënuar. Ekipi Tërbonit ka shënuar golin e parë. Është pikërisht minuta e 5 e pjesës së parë dhe ekipi Tërbonit ka kaluar në avantazh. Ishte një goditje shumë e fuqishme dhe portieri Sopotit nuk arrin ta pres të top i goditur pikërisht nga Mojses. Si që kam theksuar dhe në takimet e tjera, është Mojses pikërisht Mojses, ai që është lojtari më energjik i ekipit Tërbonit.